Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Ju lutem me këto këngët se na nuk kuptojmë se çfarë thotë. Se Juli e ka të rëndësishëm. Ngatrohemi pastaj. Ju lutem. Do dhe ta këndoj, jo vetëm ta këndcej. Gjemi do shkojmë në Savërt Lushnjës, kemi një problematikë që në fakt nuk është hera parë që e hasim në përgjithësi, kemi bërë disa herë, por që kemi një problematikë që ka të bëjë problematikë familjare, le të themi, shëndetësore dhe familjare. Bëhet fjalë për një zonjë e cila quhet Valbona Vasiu, e cila kujdeset për motrën e saj që ka probleme të shëndetit mendor. Dhe pse nuk e ka shtruar motrën në spitalin psikiatrik të Elbasanit? E ka shtruar Gjemi, po e kanë mbajtur vetëm një vit dhe pastaj e kanë nxjerrë nga spitali. Mirë po, problemi i saj është se kushtet të cilat ajo jeton. Të ardhurat e saj nuk mjaftojnë që kjo të kujdeset për... Kur ke probleme shëndetit mendor, pastaj ke nevojë për një trajtim më të specializuar. Më special. Që nuk arrihet gjithmonë në shtëpi. Prandaj të ndjekim pak ankesën e zonjës dhe kthehemi në studio. Miq të Fiksit, ju përshëndes. Këtu ndodhem tek familja e zonjës Valbona Vasiu, e cila ka sjellë shqetësimin e saj në redaksionin e emisionit Fix Fare, pasi ka një motër e cila vua nga problemet shëndetit mendor. Zonja Valbona e ndodhur përballë pamundësisë ekonomike për ta trajtuar, thot se kam të pamundur për ta mbajtur në shtëpi. Unë kam një motër me metër mendore, ka qenë në Elbasan një vit, e morëm prapë një diavaz vardon. Unë nuk kam që t'i beja. Sa vjeç është motra? 62 vjeç ishë motra. Nga probleme. Vajtë e karbonare mora si njëri. Nga bërë rezile dhe shpina shurben dhe rezile, unë s'kam që t'i beja. Që në fillim me ju ka jetuar motra? Me ne. E ka majtër unë dhe, kur ishte i ndjeri vlaj, e ka majtër unë gjithmonë. Se nuk lash, nuk ujtë sa është për vetë e vetë. Vinte, ikte, e besha 2 net 3. Jetën e vatë bënde prapë. Dhe kur vinte këtu është bënde. Unë kisha frikë se kisha qunin 50 vjeç, kisha frikë mos avriste. A është agresive? Me të shqetësuar, jo aq. Si shka qenë. Po në që t'i kërkuar një azile prekjes që të vjeti. Se kur dhe të maj. Unë nëse vinë ose të qënë qatë, për ze qunin të majat e, jo. Qunin shmati edhe të për tikur. Më the që e ke quar në Elbasan. Sa ka qëndruar? Rreth një vit e gjysmë pa. Pse doli? Pse majzë? Motra ka lindur me këto problemet shëndetit mendor, apo? Ka lindur. Kjo se vdi në era, po bëna në 23 vjet, ajo u bë më keq. Vetëm se kam përsëritur unë që unë s'kam për vete çati që se s'kam, si që shikon ja, shifë dhe shkruj. Unë ka bërë pa mua, unë e bera direktu se ajo është e farë. A merr ajo kem? Kineset me kem. Po ti, a merr kujdestari? Jo. E ke kërkuar? Kam kërkuar s'ma jep njëri. Vajta ke ambulancë, e thash drejt ambulancës ti doktorit Gerti do ti, e thash këtu. Tha mund në ndorë, tha shikojnë, tha po, shikojnë dhe po ta marrësh. Po se marrë, ato 15 lekë çfarë do të gjithë rresajt. A do ilaçe? A kurohet? Kurohet, po, kurohet. Po se dhe lartë ajo ikën, të vret. Në tale ikën në Portonjez, kur vdi vllai. Kështë vllai 2 muaj. E më ka marrë një presion telefon, ka thënë do ta bërë sa motër, po ta kapta fus makinë ta hetën ai. Rrugë ta vras. Ndërkohë, unë po shoh edhe gjendjen tënde ekonomike që duket që është shumë e vështirë. Me çfarë të ardhur shjeton? 100 lekë pension burrit. Unë kam 3 muaj drejt pa pakur. Çfarë ti paguar? Sa persona jeni në familje? I shua me çunin. Jam unë, burri dhe kjo. Pra 6 persona? 6 persona. Jetoni me? E 100 lekë. Jem në burri. Ndërkohë, a ka ardhur dikush nga shërbimi social për t'ju parë kushtet ku jeton? As du ta din fare. As du ta din fare. Vinë sa marrin vëllë kërcase dhe ikin. Në vesh. Edhe të shvata ka marrë borxhin si ka marrë lekë, akoma 40.000 lekë të gjefle çuni. 40.000 lekë ka marrë sajt. Çfarë i ke këto borxhe? Që ka marrë të këva dhe 500 lekë kam dyqan. Borxhi kam 500 lekë dyqan. Me ç'a? Me ç'a di la unë? I kam më shkruaj se do të hajme. Do të pi. Hajde as gjesën neve. Çfarë kërkon ti? Unë kërkoj ndihmën e Fiksit. Ta marrë ato të shtetit ta marrë. Shteti ka drejt ta marrë këtu. Unë çat. Çfarë të marrë me këto kushe këtu që? Ja shiko ordo. I ke këtu ja. Që të rri dhe unë e qe 2 ditë në jetën time, të rri dhe unë rahat. Se unë kam
30 vjetë që betoj me këto kushe këshu, edhe po u jashtë mase, se nuk kam çfarë të bëj. Çfarë të bëj unë? Unë kam këpu dhe unazën e kurrizit për vete. Mirje, a ke ngrën bukë sot? Qa ke ngrën? Jo. Sigur se duket kjo është gjendja e motrës së zonjës Valbona. Më të vështira janë edhe kushtet ku ajo jeton. Ne e shohim edhe disa kothere bukë dhe në dhomë është vetëm një krevat, asgjë tjetër. Ha me gjemë, si jetohet, ha, më Po thuj ti si mu. jetohet? Ja, më thuaj ti, 100.000 lekë të vjetra pension, Po. 120.000 lekë të vjetra kempi, Bol janë? pra, jo më bol janë. Bol janë, bol. Të zdalin as për një person të shëndetshëm. Jo më për 2 frym. Orë këto s'dalin për kafe për personin shëndetshëm. Për kafe nuk dalin. Për pi një kafe ditë, janë 35.000 lekë në ditë. Vetëm kafe. Çmimet të rritën nga ana tjetër, ë? Po këto të ardhurat nuk preken. Vjen Nuk keq, kisha askush. vjen keq. Nese. Jemi interesuar në lushnje pra tek shërbimi social. Se të shohim pra si mundet të përballohet jetesa nga një person i cili kujdeset për një person me probleme shëndetit mendor me kaq pak të ardhura. Ç'bën shërbimi social në këto rrethana? Ç'bën? Ç'bën? Po çfarë ka bërë shërbimi social i Bashkisë së Lushnjës lidhur me këtë rast? Ne këtë familje e njohim që shkurt, tani kanë ngelur këto 2 motrat. Dikur, sepse motra është Valbona, e cila është e martuar në Savër, me problemet e saj edhe ajo sociale, se janë të 3 fëmijë të rritur në kushte jo të përshtatshme, dhe motrën, mimozën, Valbona një ditë e merr, sepse Mimoza e ka një shtëpi në Karbonar të vogël, sepse janë banore të Karbonarës vogël dhe jo të Savrës, ku është martuar e motra. Sepse Mimoza ka ndenjur me vllajin aty. Me vllajin. Vllai humbi jetën, ishin të 2 në kemp dhe të 2 me probleme të sistemit të shëndetit mendor. Dhe Valbona një ditë të bukur e merr të motrën dhe thot do të kujdesem unë për të. Dhe tani na del ky lloj rasti, ajo unë e di që merr kemp. Dhe pagesa i bëhet njësia ku ajo ndodhet. Dhe tani na hapet ky problem. Ne do të shikojmë, me qenë se ne na ka ardhur ky problem dhe prej Valbonës nuk na ka ardhur drejt për drejt, por na ka ardhur nëpërmjet jush. Atëherë me grupin tim të kontrollit do vëm të bëjmë një ekzaminim dhe një vlerësim social të gjendjes ekonomike të kësaj familje, dhe do të ngelemi në kontakt deri ku do të arrijmë ne me mundësitë tona. Pra do të mundemi ta strehojmë motrën e Valbonës për të mos jetuar në ato kushte, sepse unë po vi aty dhe jetonte në kushte të cilat janë jashtë çdo lloj norme të dinjitetit njerëzor. Prandaj them do bëhet një vlerësim social, do të shikojmë situatën dhe pastaj do bëjmë vlerësimin. Dhe pasi të bëjmë një vlerësim, shikojmë pastaj nëpërmjet kontakteve që kemi neve, hartës së qendrave në të cilat ndodhen këto gjëra, do shikojmë, do flasim, do bisedojmë dhe për ta zgjidhur këtë. Sepse kjo nuk është se ka një zgjidhje nga ana shëndetësore. Në anën shëndetësore është e njëjta situatë. Në anën shëndetësore ne nuk kemi çfarë i bëjmë, thjesht duhet që të çojë Valbona motrën diku se e ka të pamundur. Do shikojmë me qendrat dhe varet nga qendrat pasaj. Si do na e pranojnë, dokumentacionin do ta bëjnë ekipi. Pra tani ju është dashur një kërkesë drejt për drejt. Po pse, po ata e din. Po tani këtë letrën e duam ne, se s'duhet bëjmë kështu nga koka. Jemi ky shteti letrave. Po pse o shërbimi social, po pse a jeni ndjeni, a e dini problematikën. Po doni edhe shkresa, edhe ankesa zyrtare, Se nuk merresh me thelbin që do bëhet një vlerësim social. Po çfarë bëhet më po ta e din tash çfarë vlerësimi do bëhet. Nëse që ta strehojnë pacientën diku. Nëse ne lajmin e mirë. Iram çik më shkurt neve. Erdhën në Tiranë. Erdhëm. Fiksi vet ka ardhur në Tiranë të SSSH-ja. Shërbimi social shtetëror. Se Gjemin e kam për këtë çmontimin e këtyre, për lëçitjen e akronimeve. Pra. Kemi Gjemin e kemi. Tani kesh ti mua. Do shohim se si është përgjigjur fiksit SSSH-ja. Drejtoria e përgjithshme. Po. SSSH. Për problemin e zonjës Valbona, emisioni Fiksfare vuri në dieni edhe drejtorinë e përgjithshme të Shërbimit Social Tiranë. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kësaj të fundit. Ku do të shkoj? Ku do ta çoni? Në urgjencën e spitalit. Në urgjencën e spitalit të Lushnjës. Të Lushnjës. Konsulta e psikiatrit dhe vazhdohet procedura. Nga ande ku do shkoj?
Nuk e di mjekja psikiatre. Kush është Mjekja psikiatre, të lutem. Kush ju ka sjell ju? Të lutem, kush ju ka sjell ju? Na njoftoi 127, a pacientja ishte agituar, është paciente e njohur psikiatrike. Unë e marr e transportoj në spital, tras konsult specialisti, në këtë rast psikiatrin dhe di ajo se si procedon. Pra ju do shkoni tek Spitali Lushnjës tani. Okej, faleminderit. Qytetarja ndodhet për momentin në Spitalin e Lushnjës ku po bëhen ekzaminimet e nevojshme dhe më pas, sipas një telefonate që patëm me Drejtorinë e Shërbimit Social në Tiranë, u tha se pacientja do të transferohet për të rehabilituar në qytetin e Shkodrës. Atëherë këtu jemi në njësinë administrative në Karbunare Sipër, jemi me administratorin e kësaj njësie administrative, pasi punojësi i Shërbimit Social është duke shoqëruar pacienten. E ndërkohë në linjë telefonike un kam edhe punojësin e Shërbimit Social. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë ju jeni punojësi i cili jeni duke shoqëruar pacienten apo jo? Po, kështu është. Ku do të shkojë ajo? Atëherë në qendrën e zhvillimit në Shkodër. Do të rehabilitohet aty për gjithmonë apo jo? Po, me dijenin tonë do të rehabilitohet për gjithmonë. Okej. Sepse duke ditur që këto qendrat janë pak kufizuara, Shërbimi Social mori masat që ta çojë në Shkodër. Emisioni Fiks Fare bëri të mundur në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Social që motra juaj të shkojë në një qendër sociale në qytetin e Shkodrës. Fiks Fare që më zgjidhi problemin se kisha kaq kohë, kisha 24 vjet që po vuja me atë. Po këto 4 vjet e fundit unë kam me pikën e zezë. Kam ngre vetëm lot, jo buk stres që më mbi thit herë pas herë, se kam halë të mia. Faleminderit Fiks Fare. Lajmet që duam, Juli, këto janë. Lajme të mira. Shqyqyr, falenderit nga tha Valbona, po falenderit në ty Valbona, që gjete Fiksin për të ankuar dhe për ta zgjidhur të problem. Shumë falenderit. Tani, Gjemi, qa kemi? Publicitet, Publicitet, sa bërë. Po i zgjidhëm hallet, qa kemi?